ka më shumë fuqi dhe kush është ai që dominon në këtë luftë. Alex, po flitet gjithë tani dhe madje nuk ka asnjë lloj lajmi tjetër dhe gjithë interesi është shtuar për të mësuar se çka po ndodh dhe disa kanë kthyer edhe nga ana komike dhe për raketa që lëshohen, ndërkohë që të çdo raketë ka një dëm kolosal të shteteve përkatëse që janë luftë sot. Si e shet gjithë këtë panoramë, të kalojmë përtej pjesës që njerëzit e kanë mësuar dhe kanë dëgjuar tek mediat? Po shkojnë drejt asaj të përgjegjësimit të këtij konflikti që tashmë ka nisur zyrtarisht dhe po zgjerohet gjithmonë më shumë. Dhe nuk është se do përqendrohet vetëm te këto dy vendet që po godasin njëra tjetrën. Pra qëllimi i këtyre ne kemi thënë ka qenë që gjithmonë që të çojnë ta përshkallëzojnë akoma më shumë që botën ta fusin një kaos total. Po ajo është mos e sigurta që drejt asaj po e çojnë. Po dëgjojmë dhe tani edhe këto vendet aleate të këtyre dy kundërshtarëve që do marrim dhe ne pjesë. Po thënë është çështje kohe që të përshkallëzohet situata, të bëhet më serioze se ç'është. Pra nuk po qëndrojmë vetëm në diplomaci dhe politik, por çdo gjë ka kaluar në terren dhe konkrete dhe me armë. Po, marrë kohë diplomacive. Të sofistikuar, armë shumë të forta, të fuqishme që po shkojnë drejt shkatrimit të botës. Po, ku ti bën mirë kjo, Alex? Ta marrim kështu se keq normalisht i bën gjithë, por ku ti bën mirë? Ku ti bën mirë? Ku ti shërben kjo? Kush janë ata që e fryn kaq shumë këtë luftë? Ku ti intereson lufta? Tyre të pesëve i intereson lufta. Të pesëve. Se këtë është ajo pesëve që ne kemi kemi bërë edhe një emision për këtë pesë, por kemi shumë mesazhe dhe komente që her pas here sa herë ne hedhim episode të tjera, këngulin akoma ore na flisni për këto të pesë. Por ne nuk na kanë pritur mirë kur kemi folur për këto të pesë. Po diçka që është masa le themi, por pjesë që ka shumë interes këngul vazhdimisht dhe ne i vlerësojmë dhe i përshëndesim gjithë ata. Ato të pesë janë ata që po e shtyn botën drejt saj? Po, ato komandojnë gjithçka. Ata kanë në krye atë sykuqin e modh fare që fut bishin gjithanë pastaj. Këta të pesët i komandojnë gjitha situatat. Edhe se çfarë do bëj Izraeli, edhe se çfarë do bëj Irani, edhe se çfarë do bëjnë këto vendet aleate të tyreve, gjithë ata i komandojnë. Ata do ta fusin botën. Ka njerëz edhe në Iran, edhe në Izrael, edhe në SBA. Se diskutoj fare në çdo cep botës ka njerëz ata. Ata komandojnë gjithë edhe çka. Pra këtu nuk ka një luftë midis të mirës dhe të keqes, le të themi? Jo, këtu është luftë vetëm me të keqes. Vetëm me të keqes. Pavarësisht se duken kështu sikur janë kështu kundërshtar, ata janë kundërshtar në raport politik, interesa të gjërash. Por realisht, ai është në mes të dyve, të dy krahët ai është. Po pse jemi në këtë pikë tani që nga Palestina, pra pikëshinjestra e Izraelit ishte Palestina, tani ka kaluar tek Irani. Si nisi gjithë kjo? Si u përshkallëzua dhe u mor ky vendim që filloi direkt lufta midis Iranit dhe Izraelit? Po sepse e shohin si prioritet më të madh Iranin, nuk duan që të përfundojë atë pasurimin e plot të uraniumit që të ketë pastaj në dorë në dispozicion një bombë të plot bërthamore. Se është diku te 90% ai pasurimi. Ajo që kemi thënë vazhdimisht ne. Po. Ka dalë tani një detaj këto ditë e fundit, orët e fundit që thonë që këta të Izraelit ose ata që janë pas Izraelit, ta djemt e tjerë që ne e dimë. I përshëndesim, apo si përshëndesim. Përshëndesin ata të tjerë, ata ne s'merrem fare ata. Dikë përshëndesin. Kanë marrë informacion që Irani po shkon drejt hapave të fundit, le të themi, për ta plotësuar këtë proces, prandaj edhe kanë sulmuar Iranin. A është e vërtetë kjo? Po. Të lidhet me atë si logjikën dhe linjën që ke pasur gjithmonë? Po, patjetër, pra ne kemi diskutuar dhe tashmë po i shikojnë vetë ngjarjes si po ecin. Duan që pikërisht Irani mos ta ketë këtë mundësinë që të ketë një bombë bërthamore në dorë. Gjitha vendet po rreth kanë, me Iranin e kanë probleme që mos ketë. Se e din që nuk i bindet. Se ka vende të tjera që e kanë të plotësuar, e kanë gjatë të ndërtuar bombën bërthamore? Po, shumica vendeve ka. Kush? Cilat vende? Po, akoma edhe Pakistani ka. Edhe Pakistani. Po, imagjino. Po pse nuk e duan ta ketë? Edhe Izraeli ka, Amerika po, Rusia, Kina, Korea e Veriut. Po pse nuk e duan ta kenë Iranin? Po se nuk komandojnë dot atë. Edhe shohin si më të butin më pak të fuqishëm nga gjithë ato tjerat. Pra nuk kanë influencë të plot, le të themi. Kanë influencë, por jo të plot. Si pak më parë ne thamë që ka influencë edhe në Iran. Pra këto pesë ose ata që janë. Po nuk binden këta të vegjëlit që duan për vetën e tyre, kupton? I prish ndonjëherë punë, i shkojnë edhe kundra shefit ndonjëherë këta si padashje.
Edhe duan që ta godasin, ta zhdukin fare, po t'jetë dhe në kuadrin e Izraelit të madh. Se duan për vetat e tokën atje, që të komandojnë naftën, ujin, këto gjitha. Pra Izraeli do të shtrihet edhe në Iran, do të marrë edhe Iranin. Po. Është brenda planit dhe ajo. Po sa, kaq pangopur janë ato, Alex? Pangopur sigurisht janë pangopur, do të komandojnë gjithë botën. Po jo me kështu me shtrirje territoriale, po e kanë me ndikime të ndryshme, se ka njerëzit e tyre kudo që i bindën. Për shembull Amerika vetë është ajo para që i bindet Izraelit. Po. Vetë nuk e bën dot Izraeli se ka ata atakatin, por dorë Amerikën. Prandaj vendosën kukullën e tyre që është Trumpi. Çfarë roli ka luajtur Trumpi në këtë situatë ku jemi midis Iranit dhe Izraelit? Irani ka luajtur rolin e Trumpi ka luajtur rolin e asaj që ti thotë që godisni këtu atje, bëri atë vëzhgimin e madh, se ku gjendeshin bazat ushtarake dhe bërthamore, dhe se ku gjendeshin krerët e regjimit që është atje dhe shkencëtarët. Prandaj i goditi kështu në mënyrë të dedikuar ata. Precize. Po, 7 shkencëtarë i vranë për shembull që merreshin me ndërtimin e këtyre bombave. Që do ndërpritet ajo procedura e ndërtimit të kësaj. Edhe i eliminuan ata. E tani doli presidenti, ai kreu i vendit atje dhe tha tani që do Amerikës për Trumpin po thua. I Iranit tha do ju sjellim ferrin në portat e shtëpive juaj të tuaja. Po. Edhe ata e bëjnë, se Irani ka shumë raketa, pafund raketa. Ka më shumë si Izraeli? Ase llogarit fare Izraelin. Çfarë thua? Po, prandaj vendos Izraeli Amerikën përpara. Edhe do që ta fusi Amerikën në lojë. Pra, Izraeli po përdor Amerikën apo Amerika Izraelin? Izraeli sigurisht përdor Amerikën. Nuk është asnjëherë kundër kësaj. Po mirë, tani Trumpi pakon parë që shtyu Izraelin që në konflikt me Iranin apo jo? Jo, i tregoj ku duhet godisim. Kontriboj le të themi. Kontriboj. Ndihmoj. Se këto janë dhe të pacipalla, thonë dhe haptas. Po si Trumpi për të fituar zgjedhjet ishte ai që madje premtoi, zotoi, tha që unë do të mbyll luftrat kudo ku kanë nëpër botë brenda 24 orëve etj, ndërkohë që po hapen më shumë fronte të reja lufte me shtete të tjera. Po tani ai po luan rolin e politikanit nga biznesmen që ishte. Është e pritshme. Normal që kështu Jonas do thotë, e ke parasysh, politikanët premtojnë gjëra të bukura, fush me lule. Po që neve e kemi thënë për herë të 700 do të marrim të kundërtën. Ai thotë do ndërpres luftat, ti do të kuptosh, ai ka për të mësuar luftrave. Edhe ajo po ndodh tani. Ai koordinoi gjitha goditet që bëri Izraeli, që ishin domethënë të përgatitura prej vitesh. Nuk është se u bë brenda një jave ajo llogaritja. Prej vite të tëra me radhë. Që se ku do godisnin, që të ishin preciz, që mos kishin gabime. Fare. Edhe ndodhi kjo që ndodhi, po atë qëllimi ishte të godisnin në central bërthamor. Nuk e arritën dot. Se kanë ato informacione, nuk e kanë saktë. Aty po nuk arrinte ta godisnin, nuk kishin dhe aq mundësi ta bënin sepse ka 6 pika në Iran që merret me këtë prodhimin e këtyreve, ndërtimin e bombave bërthamore. Njëra është më seriozja dhe atë do të godasin më shumë këta. Mirë, po ajo gjendet 90 metra poshtë tokës. 90 metra poshtë tokës. Ata armë tani lind pyetja, kush shtete ka ata armë që të godasin 90 metra poshtë tokës? Ka një armë Amerika, po shkon deri 60-65 metra maksimumi. Ka dhe Izraeli, po shkon deri 6 metra. 6 metra ka? Deri aty s'ka më shumë takat. Kurse kush e ka një vend e ka vetëm atë. Kina? Rusia. Vetëm ajo e ka atë. Një armë quhet në RS 48 që ka një numër kështu. Sa shkon ajo? Ajo shkon 90 metra poshtë tokës. 90 metra. Të pjek poshtë tokës aty direkt. Tani qëndrimi i Rusisë në këtë luftë, në këto që po ndodhin, i cili është? Po tani në këtë rast me sa mora vesh, se është luftë vetë dhe po edhe Rusia e dinte më burr, po bëri një syqor tani. Aty. Sepse thotë, okay, bjeri, po do mblesh çik rahat tani të riqet Amerika nga Ukraina që të bëjë unë të marr ato pjesët e mia aty. Pra është në avantazh deri diku Rusia në këtë rast se fokusi është përqendruar tek Irani dhe Izraeli dhe s'po merren me Ukrainën. Po. Që mbështesin Ukrainën. Po tani janë koordinuar gjithçka tani që të vëmendjet kaloj këtu. Edhe të harroti çika ajo puna e Ukrainës atje që kupton se s'duhet merret vesh kjo. Ajo ndodh përpas ken. Çfarë ndodhi aty që s'do merret vesh? Që të marri 3 çerekun e Ukrainës ta marrë Rusia. Ta marrë, ja. Edhe kanë rënë dakord Amerika me Rusinë që më lëshoti mu këtu që të marrësh atë pjesën atje, po dhun ken fitim. Hapi film tjetër ne valla. Hapi film tjetër. Po, hap tamam me film tjetër, përqendrohet vëmendja këtu se ashtu se duhet të ndërtohet dhe po ne themi kështu në kuadër edhe një lloj batute le të themi, por realisht ashtu është, si ato e konsiderojnë realisht film, i konsiderojnë thjesht skena. Edhe prandaj futet edhe një aktor edhe
presidencën e Ukrainës. Po. Që tjetë po pjesë e këtij skenari, kësaj loje, po ndërkohë po humbi shumë jetë njerëzish në të gjitha këto fronte luftës. Po vritën fëmijë pafajshëm, gra, njerëz të moshuar, njerëz që s'kan lidhje fare me ato, që janë njerëz thjesht krahasisht rastësisht njerëz të atij vendi që nuk kanë zgjedhur vetë të jenë aty, por siç jemi edhe ne në Shqipëri që vuajmë këto gjëra që vuajmë kushdo. Nuk i llogarisin fare ata gjëra ata. Nuk i bën përshtypje fare humbja e jetëve njerëzore. Atyre i intereson vetëm plani. Çdo gjë është një plan. Po e paraqesin me skenare, me gjëra. Ato që shohim ne janë skena të stisura të gjitha. Kanë rënë dakord nga mbrapa, ne thjesht shohim ato, i shohim me një lloj naiviteti gjërat, e themi është kështu siç po na e thon. Po që s'ka lidhje fare. Ajo që po shohim, gjithmonë është një propagandë që ajo është e vërteta për herë. Sa do të zgjasë kjo lufta midis Iranit dhe Izraelit? Ato do ta çojnë deri në fund. Janë të gati të dyja si vende që ta çojnë deri në fund. O unë o ti thot. Do zgjasi më shumë, më shumë se sa me këta me Palestinën. Okej, me Palestinën është prej vitesh, por kjo e fundit sikur ka gjasa, sikur s'po mbaron, vetëm vazhdon pafund. Qëllimi i madh është kjo, edhe në librat profetik që kena lexuar ne, mes dheu është aty ku do nisi ajo vatra e madhe që do përhapet pastaj. Gjithmonë synimi ka qenë edhe në për filma i thoshin që te mes dheu do nisi ajo që do përhapet gjithë botën. Ka fiksim me zëun. A ka lidhje kjo me luftën e tretë botërore? Ka lidhje direkte me luftën e tretë botërore. Si ka lidhje direkt me luftën e tretë botërore? Do marrin pjesë, siç e kemi thënë edhe herë tjera, do marrin pjesë vendet aleate të dy këtyre palëve kundërshtare. Po, rasti i Turqisë për shembull Erdoani ka reaguar shumë ashpër. Po ka reaguar dorë mos sepse e di shumë mirë që mbas Irani ka gjasa të përfshihet edhe Turqia në luftë. Po patjetër do të përfshihet sepse e di shumë mirë Turqia, Ankaraja e di domethënë që mbas Iranit e ka radhë Turqia të goditet. Ashtu ë? Po, sepse u bë një takim me datë 12-13 qershor midis Netanyahut dhe presidentit të ri të Argjentinës. Edhe aty ku po diskutoshin për marrëvajtjen e lidhjeve të tyre miqësore që kanë për të ndërtuar ura lidhëse, pa pritur fare, i lëshoi i kput ky Netanyahu një tani, po i vjen fundi perandorisë Osmane tha, Turqia po numëron ditët e saj të fundit, pa pikë lidhje, se çfarë lidhje kishte që po ja thoshte. Nga komplet jerm, nga i temë që s'kishte lidhje, pëlqoi këtë do. Po, domethënë e bëri këtë si deklaratë, ja tha dritarët, ta dëgjoj porta, atje që shënoni edhe këtë, se do i vi. Pastaj edhe ka pasur kërcënime serioze. Mbështetje të madhe pas ka ky Netanyahu. Si ka mundësi domethënë? Po, ai është kuklla që ka vendosur përpara lobet e fuqishme izraelite. Si ka mundësi që nuk reagojnë to Kombet e Bashkuara, NATO? Ato do përfshihen gradualisht atje, po i duhet që t'jepet një shkak. Ç'është shkaku? Ka më shumë se kaq shkak, po përvritën njerëz, po krijohet genocid, luftë. Po që duan të fusin zyrtarisht Amerikën tani në lojë. Po nuk futet dot Amerika direkte sepse thot tani ç'pun kishte kjo midis nesh. E ç'do bëjnë? Do ndërtojnë një. Si është forma që mund të futet Amerikën në lojë? Që të futet tjetër edhe në luftë edhe Amerika? Siç ndodhi në luftën e parë dhe dytë botërore që e futën me gjoja me disa aksidente të stisura që u futën edhe Amerika në lojë. Kështu do ndodhi me këtë tretën. Do goditen disa vende të Amerikës. Do goditen me raketa fuqishëm. Do lëshojnë edhe ne. Po, kush di godasin? Izraeli. Po vetë këta do, me lejen e vetë Amerikës. Bashkë Amerika me Izraelin bashkë. Ato janë kështu edhe godisi bëjnë kështu po, bëjnë sikur edhe futen edhe ne. Edhe do ja faturojnë Iranit. Iranit. Sepse Irani kishte thënë që kush do mbështesi Izraelin, por ne automatikisht armiqësor dhe do i godasim gjitha bazat. Kush është mik me armikun ton, është armik me ne. Po, patjetër. Edhe këto do e reklamojnë shumë që këtë deklaratë që ka bërë Irani dhe pap thotë çive Irani e bëri dhe aty do aktivizohet direkt Amerika. E do futet edhe ajo pastaj aty. Aty përhapet, do futet edhe NATO-ja pastaj. Do futet nga ana e Iranit, do futet vendet kryesisht islamike që e mbështesin. Madje edhe Kim Jong-un tha që po e vazhduat edhe më shumë këto konfliktet me Iranin, do na keni përballë, do shtypet unë butonat që kënej. Me kë do jetë aleat Kim Jong-un? Me Iranin. Me Iranin, Është me Iranin, jo se ka fort qef Iranin, po nga që Rusia mbështet Iranin edhe i shkojnë bashkë. Janë kështu të zinxhir bashkë. Efekte zinxhir quhet. Po Kina? Kina me Rusin, me këdo që është Rusia, është e Kina. Edhe Madje po bashkëpunojnë tani që do ndërtojnë. Tani si është aty? Kush ka më shumë mbështetje, le të themi nga këto shtete të fuqishme, Irani apo Izraeli?
Të dy janë të fuqishme, të dy Dy janë. të fuqishme, Po, të dyja kanë krah shpatlla shumë ngrohta, domethënë, edhe është prandaj përbën pra rrezik duhet marrë seriozisht kjo gjendje ku jemi, Alex, ndoshta për ne në Shqipëri themi kur e dëgjon dikush thonë për ç'lidhje ka, çapo na hingjet në këto. A duhet marrë seriozisht kjo gjë që po ndodh në botë? Ajo duhet marrë seriozisht nga gjithë bota, Nga gjithë bota. Po, se fillimisht, okay, nuk do Edhe na nga skaj tjetër që s'ka lidhje fare me pikën ku ndodhen këto shtete. Po patjetër që duhet marrë seriozisht sepse vërtet nuk do ndodhi menjëherë ajo gjë që po ndodh tani aktualisht në MZ. Po do prishin ato zinxhir ushqimor, i naftës, çka janë burime njerëzore do ndërpriten, do prishë, do bëhet një kaos. E do na prek edhe neve këtu. Tani avash do çojnë çmimet këtu. Ka për të shkuar nafta $5 litri. Ç'e thua? Do bëhet e frikshme fare. Tani? Po, me këtë që ka nisur tani atje. Do vi ajo uria që të kam thënë para ca kohe? Do vi tani? Me këtë që ka nisur tani atje që është bërë, po bëhet serioze dita ditës, kjo ka përcjell atë urinë legjendare që të kam thënë. Që do hani buk sa më shumë që të jeni të përgatitur për nesër për urinë që do. Po tani edhe rezervat nuk është se do të marrin punë. Kupton se ato do prishin në një moment. Tani zgjidhja është ata që kanë fshatra, tokat, mbjellin tokën e tyre, avash nisin të marrin të masa, se nëpër qytete do bëhet kaos. Do sulen, do turren nëpër supermarkete kanë për të zbras. Ëh? Ata që s'kan mundësi ekonomike, ato kanë për të nga uria, ata që sot po numërojnë ato qinderkat. Ato që kanë harru çash mishi, ato do ikin të paret. Kupton? Edhe do bëhet keq. Nuk është fare, domethënë nuk duhet menduar që do kufizohet aty ajo që ka nisur atje. Ka për të prek gjithë botën. Edhe po marrin pjesë tani superfuqira. Ato i kanë gati ato, se thoshin dikur nuk kanë për të përdorur bombat bërthamore sepse jemi të civilizuar, jemi në 2025-ën, edhe i zgjidhin me diskutime, me dialogje, me shumë dialogje. Po, i thash unë se ato bombat bërthamore që po ndërtojnë atje, i mbajnë atje për t'i ekspozuar nëpër muze, po për t'i përdorur i kanë ato gjëra atje në një moment caktuar. Këto raketë që lëshohen, deri çfarë fuqi janë ato, çfarë shkatrimi krijojnë? Po varet, i kanë ato në çdo nivel ato armat e tyre. Kjo është nga ato që Kush nga këta dyja pra, nga këto dy shtete, midis Iranit dhe Izraelit ka përdorur më të fuqishmet? Po tani arsenali i tyre. Po më të fuqishmet për momentin e ka përdorur Izraeli. Izraeli, ja? Po, se do që të marrë punë shpejt e shpejt. Ti kapin befasi ata. Edhe i kapin befasi në fakt, sepse ishte shumë i sofistikuar ajo si goditje, ishte shumë e para menduar mirë ajo gjë, me ndihmën e Amerikës kuptohet, se ato kanë atë teknologjinë satelitore që të shohin ku janë, ku s'janë. Ato me anë të çipave që kanë ata atje me telefonave, gjërave që kanë edhe kompjuterave të tyre, dinë se ku është filani. E ta çojnë një të dedikuar atje, prandaj goditën disa krerë të ushtrisë të Iranit edhe shkencëtar, 7 prej tyre i vrambëlles. Por Irani mbahet për sasinë më të madhe të raketave. Irani ka më shumë volum. Është Persia e dikurshme, e Xerxit, perandorisë madhe e dikur. Mbaheshe për shigjeta, për shtiza. Ata kur lëshoshin shtizat bashk, ata kriyoshin hije, e mbulonin gjithë diellin kur t'i lëshoshin ata. Sot Persia e dikurshme është Irani. Ata po filluan të lëshojnë ato raketat pa hesap, ata i krijojnë atë hijen diellit. Por nuk kanë arritur deri aty që ata bëjnë atë gjë. Shumë e frikshme kjo që po ndodh. Kjo për më tepër çdo ditë më shumë po shkallëzohet akoma përhapet. Po përhapet kjo plagë kaq e madhe që po krijohet, një luftë. Jemi në kufi në buzë të një rreziku të papar për njerëzimin, po diskutohet për shfarosje. Nuk ka tërheqje pas nga kjo? Jo, tani s'ka tërheqje më. Do bësh tani ajo. Pra mund quhet zyrtarisht që unë me thënë drejtën me ta thënë pastër dhe për gjithë që po na ndiqni, më falni për atë modestim, por ndoshta nga që jemi edhe shkëput shumë, e shohim si të largta këtë gjë, do ta pranojmë këtë gjë, se jo vetëm unë, por ka shumë njerëz që e shohin si të largta, thjesht po ndodh atje. Po kështu thonë më, mas 500 vjetësh. Ku do ketë histori fare, po nesër. 50 vjet ka. A është zyrtarisht, domethënë, janë vërtet në luftë ata Izraeli me Iranin? Shiko. Ti do të thosh realisht çfarë ndodh përpas kënd, realisht. Që për te asaj, por realisht ndodhin, vriten njerëz atje, domethënë lëshohen raketa, dëmtojnë ndërtesë. Ato goditet po janë reale ato. Janë reale, ha? Po. Jo si sheh thua valla në këtë, jo do ta lidh me këtë pjesën e kësaj që thej pak më lart, që
janë civilizuar njerëz, janë qytetëruar, nuk do të përdoren më raketat e këto armët bërthamore ose do të merren vesh me fjalë, me politikë, me diplomaci, ndërkohë që ne sot shohim edhe nuk lidhemi dot me atë nivelin ku jemi sot, ku ka arritur njerëzimi, dhe ne vazhdojmë akoma me raketa. Pra janë vërteta, nuk janë filma ato. Janë të vërteta, por po luhet dhe një film njëkohësisht. Këta po përgatisin njerëzimin, dhe me thënë që ajo shfarosje që po përgatitet tani nga këta, po vjen si pasojë atit konfliktit që kanë ato dy vendet atje. Por realisht është dhe plan i mirë shtruar që përgatituni tani se po vjen. Sepse e kemi thënë, ata çunat e kishin, ata djemtë e kishin, të japin ty të kuptosh se ç'a po sjellin realisht. Edhe po e kape. Që është ajo? Që ti duhet përgatitesh tani për këtë që po vjen. Që ta heqin nga kurrizi i tyre, se besoj të karma ato, që po nuk e bëre të ditur, do na bineve mbi kokë. Ne po ja u bëjmë të qartë juve që ç'a po sjell. Po ju sjellim zjarrin apo. Kudo do përhapet zjarr. Edhe merrni masa atë që keni mundësi. Pra ne thash pari. Ata që kanë fshatat kthehen. Se sistemi na i futi kaq dekada, na përqendrojnë për qytete, që neve mos kemi nga t'ja mbajmë, me çat ushqemi, do falimentojnë gjitha supermarketet zinxhiri ushqimor, edhe zgjidhja është i kthehemi tokës. Asa do i kthehemi në do. Se me këtë që do ndodhi atje, do kthehemi automatikisht në kohën e njëri tha në kohën e xhungles, por ne besoj se do kthehemi në kohën e gurit, e zjarrit, dikurshëm. Do na kthet 500 vjet mrapa kjo që do ndodhi. Gjithë këto që dim, gjitha këto gjëra që na rrethojnë sot që ne vim mësuar, kemi kriju varësi, që ka shkuar në majat. Fund. Ka shkuar në majat, teknologjia, zhvillimi, ndërtesat, jeta, standardi i jetës e tjerë, ndërkohë kjo do të fshihet. Komplet do fshihet. Do shkojmë 5 vite pas, si në xhungël, siç ka thënë ai komedi që the ti, ose ku diun. Në kohën e Skënderbeu do kthehemi. Me shpahata prapë edhe me shtiza. Me shkopinj, siç i kishte thënë dhe vetë Einstein atje që lufta apo u bë lufta tretë botërore, e katërta do të jetë me gura dhe shkopinj. Ai kishte pa që mund të ketë edhe të katërt? Jo, apo e përsupozohet. E lidhi domethënë që edhe sikur të tentohet diçka atje se me kjo do jetë e fundit. Kjo është e fundit. Ky është Armagedoni i famshëm që thotë libri i zbulesës. Kjo ka për ta fshirë komplet. Edhe që po tentoj njerëzimi të bëjë një të katërt, s'do ketë mundësi që ti përdori këto që kemi sot. Sepse ka arritur, sipas një statistike, ka arritur bota sot me aq bomba bërthamore sa janë ndërtuar, e shkatërrojnë botën deri në 8 herë. Deri në 8 herë, pra 8 herë e fshin botën nga. Po, sikur të ishte mundësia që të shkatërroshë një herë, të shtypshi një buton të rregullohesha prap, do shkatërroshin prap në sekond. Po ku janë gjithë raketa më? Ku janë gjithë këto armë bërthamore, gjithë këto lëndë plasëse? Shfaruse do. I kanë. Ku janë? Ku janë vendosur? Në rasti Irani që theti që ka zbuluar Amerika dhe ka ndihmuar Izraelin për t'i goditur, që janë 6 pikët. Sa po i the. Po në shtete të tjera, ku janë? Ku ndodhen to? Dhe çfarë hapash? Okej. Rasti që thua ti i ka goditur. Çfarë masash kanë marrë ta për t'i fshehur ose për t'i pasur, për t'i zotruar ata? I kanë marrë masat në vende të shkreta atje, kanë ndërtuar vende non-toksore atje dhe atje është full me raketa. Pritet vetëm një buton të shtypet. Po me goditjen që shkon nga raketa këthe dhe i godet atë vendin hapësirën ku janë fshehur. Nuk krijon akoma më një plasje më të madhe? Po dhe ajo, po e tha Irani, të gjitha ato vendet që do marrin pjesë, që do mbështesin Izraelin, të presin, t'ja lëshojmë dhe neve atje ku kanë ato bazat e tyre raketore. Pra edhe këto e din se ku i kanë këto të tjerë, patjetër kanë edhe këto mjete të sofistikuar teknologjinë e tjerë, domethënë. Po vërtet ndihmon Amerika Izraelin që të gjurmojnë se ku janë këto të fshehura, po ndihmon Rusia bashkë me Kinën, Iranin për t'i thënë janë këtu, janë atje. Kupton? Janë 50-50 forcat. Pra ne është super serioze kjo që po ndodh. Ti thua sa mund zgjasë kjo gjëja? Kjo tani ka nisur, po shkojmë drejt luftës së tretë pra. Jemi tani në fillimin, në startin. Sepse goditja serioze e Izraelit tani ka për të qenë ajo që kam thënë dhe disa herë kam thënë këtu, goditja e centralit bërthamor të Iranit. Dhe e godasi, jo? Ka për të arritur atë gjë. Dhe e godasi të është e vdekme, është sigurt kjo që po. Çfarë do ndodhi pas ta godas? Do e godasi do? Po do arrisi pra. S'po e bezon? Po s'po e beson më ç'a bëhet, E kanë menduar se qëllimin gjithë aty e kanë. Akoma dhe republikanët e Amerikës atje janë duke shtyr Trumpin duke i thënë
Duhet goditur patjetër centrali bërthamor i Iranit. Pa janë Terezia Pa ata minxhat ç'a duan ata që insistojnë te kjo pjesë. Republikanët tani. Ata sa më ke thënë se ma ke thënë edhe me përqindje, sa përqind e botës shfaroset me goditjen e tij centrale atje? Jo, kjo do jetë që do futemi zyrtarisht, seriozisht në luftën e tretë. Çfarë dëme krijon pra ajo? Sjell. Po ajo ka për ta tronditur gjithë atë rajonin atje vërdall dhe plus që ka për të çuar një re radioaktive shumë të keqe që do filloj të përhapet. Ka për të kapur pothuajse gjysmën e botës. Gjysmën e botës. Do krijoj problem vetëm me ajrin më për. Ka për ti, nuk e di si do merret masa për këtë pjesë për ta kufizuar. Do ndodhi thua, sa ajo me anë të erës do përhapet. Është i sigurt që ka për të ndodhur kjo që do e godasin atë? Po, këto e kanë thënë njerëzit që e kanë parashikuar këtë që lexojmë nëpër libra sot. Shëntoro tan. Do jeni duke pirë kafe dhe do shikoni në lajme që Izraeli goditi centralin bërthamor të Iranit. Fiks kjo është ajo që ke thënë dhe herë tjera. Eksakt kjo është. Po kjo, tani ato me këtë goditje që bën tani, ata dëshin të godisin. Po goditën një bazë ushtarake. Shpëtuam. Ishte shumë afër, që do të thotë që goditja e rallës. Dhe mos e thuaj se do të dënon gjën edhe do e marrësh informacion do godasin çik më afër ato që ti bie diç në pikë fiks. Është njësë. Që të nxjerrin bllofin edhe këtu që po thënë. Jo të nxjerr po të ndihmosh, i bie ti është ti kontributor. Po jo. Do gjem pikën pastaj. Ne thjesht po zbulojmë ato dallaverë që janë duke bën për basket, po. Është sikur të thanë, tani neve me këtë që bëm goditëm shumë afër. Herës tjetër, që do jemi akoma më të pozicionuar siç duhet, kemi për t'i rënë kokë. Kjo ishte paralajmërimi i asaj që po themi, do jeni duke pi kafe, do e shikoni nga lajmet. Si mund shpëtoj bota nga kjo, Alex, në të pikë ku jemi sot? Si mund shpëtoj bota? Po. Të pendohet gjithë bota si njerëzimet. Nuk e kisha për këtë. Nuk e kisha për këtë se kjo. S'ka mënyrë tjetër. Nuk ka gjuhë që ta kuptoj njëri këtë që sa. Të kthehen te Zoti edhe mos shkojnë më te djalli. Ka jetë fol gjutuj. E di, jetë fol gjutuj nuk ka lidhje fare, ka ai po lçon raketat i thu. Po flas për hieroglife këtu tani. Si mund ç'a duhet bëhet në rastin konkret ajo mund të jetë në hapa të tjerë shumë të avazh dhe unë e di që kjo s'ndodh. Po s'ka për të ndodhur ajo. Dhe ato që e kanë thënë këtë që vetëm pendimi mund ta sjellë situatën vete, edhe ata dinë që s'do të pikë ç'a mund ndodhi nga ana politike, gjeopolitike, tjetra, kush është le të themi njeriu më dominant që ka rolin më kryesor këtu që mendon ti që mund ndryshoj diçka për ti tërhequr palët. Askush nuk e bën atë gjë. Tani do bësh edhe një bisedë fundit, bisedë e 6 midis Iranit dhe Washingtonit me Trumpin në krye. Edhe thanë këta krerët e Iranit, nuk ka më dobi tha të vazhdojnë dialogjet. S'ka si vlerë tha. Ata na ranë, neve ne do t'i bim. Ato do na bim prapë, ne do i bim prapë. S'ka, domethënë u pres zyrtarisht kjo pjesa e dialogjeve. Pra, as Trumpi vetë domethënë mreti i botës nuk do shpëtoi këtë? Po çfarë mreti i botës? Mretat janë ata të tjerë, ata ajo pesë kontinente. Nuk duket ky. Ata kanë vendosur përpara. Po ky mreti jon ky këtu. Ky si çfarë po bën këtu se po shohim. Ku është ky? Se kam pa mendës. Ka hum fare, më nuk zgjedhë gjonat e iku. Nuk e di. Si në hyrë me fol në gjë, me thot në gjë. Çfarë do hyj? Ai është fundi i kavallit. Kush e llogarit atë? Apo hyri qefeti se i thanë që do e bëshin dikur të parin e sekretarin kryesor të NATO-s. Nuk i pi ujë fjala fare, për shembull ti flasi këtyre të Iranit ose të Izraelit. Ky tani pozicionohet dhe tani është çik rrezik kjo, se siç bëri paralajmërimin atje kush do mbështesë Izraelin, ne do godasim bazat e armatimeve të atij vendi që do e bëj këtë gjë. Ktu kemi baza dhe amerikane. Ktu në Shqipëri kemi ja 2 vende më duket. Në 2 vende jemi. Ato do goditen që ani. Pse mund na prekin ato nga aty ku me nis raketën nga Izraeli për shembull, na kapin këtu? Po nga Irani më na dërguan këtu me që do mbështesim Izraelin po. Ose nga 2 palët, ha. Po sigurisht e ka. Nuk ka vjen raketa deri këtu vini? Po si vjen me minuta, me kronometër biles. Me minuta. Po. Po uroj të jetë dedikuar të godasi këto 2 baza që shpun kemi ne populli. Edhe uroj dhe një aty te parlamenti, mirë do ishte. S'do isha kundra. Tani edhe se po i ra atyre ka të tjerë çka keq që do të çojnë edhe do pretendojnë ta shijojnë këtë vend prap, se nuk ngopen. Po mirë, pak të mos kaloni më ju të tjerë, mos kaloni nga parlamenti dhe këto 2 pika, 2 bazat. Se na kanë nxirr jetën apo. Nuk po bëjmë hajër, vendi më i pasur në gjithë planetin këtu, po ja shesim tujve. Po pasurojt i huaj këtu me vendin ton.
Nuk na mungon asgjë, absolutisht asgjë nuk na mungon. Edhe këta shkojnë ja japin dyrëve të huajve, edhe pasurojnë ata atje. Neve këtu jemi akoma i përkasim botës tretë në nivel jetese. Kupton sa shumë majt tu na kanë sjell ata? Atje etrit e kombit? Ata dallaveret sa janë ata aty? Sa janë në apartament? 140. 140, hajde, mushka. Gjakpir sa më saktë janë. Edhe kështu, domethënë, edhe po shikoj shumë lëvizje, edhe dje që bëra i xhiro këne nga qendra e Tiranës, ishin bllokuar rrugët tani nga qendra, po kaloshin këta me makina të zeza, don aty, ato burit, ato gjënat fusin panik ça, edhe nuk dhanë lajme të përçashin bledh ata këtu, çau diskutu. Çfarë po duhet? Në fshetësi bëjnë ça kështu dallavere, ujdira, që çfarë roli do ketë Shqipëria në këtë rajon këtu ku do i bie që të hapet në një vatër tjetër lufte. Ëh, në një fërkim tjetër. Rrezikon edhe Shqipëria të jetë pjesë e këtyre vatrave të luftës? Po, këta duhet ta fusin sa më shumë ketë mundësi të marrin pjesë vende që të sa më shumë vende të marrin pjesë, domethënë aq më mirë për ta, të pestë ose ata që kontrollojnë. Po, se tani po janë duke u pozicionuar të dyja anët kundërshtar me aleatët e vet. Ne tani bëjmë pjesë në NATO, sikur sa do ofrojmë neve, po qoftë edhe aq pak sa mund kemi, na fus na përfshin. Ti je duke fol, po nuk si di, më të ndjeni të gjithë ju që na ndiqni, por s'arrit lidhem dot. Jo se s'lidhen që se kuptoj Aleksin. Por domethënë nuk ka kthim pas, domethënë ose që të mbyllet kjo, se u bë kaq vite që ne flasim vetëm për luftra. Un kam 20 vjet. Para kur po pra bravo, kjo do e dilja. 20 vjet po 20 vite, 30 vite që flitet lufta do të ketë, do të Nuk më besosh kur atëherë. Pra nuk ka kthim pas kjo, Aleks. Ndërkohë ti ke fol atëherë kur s'ka pas luftë. Kur s'ka pas, domethënë. Nuk imagjinohesh atëherë. Nuk imagjinohesh. Edhe unë sa kisha mundësi, atë që po bëj tani këtu, që shumë ta falenderoj që më ke dhënë këtë mundësi t'i them këtu. Jo më ti falenderoj ti që po e thu më. Po na e thu, dhe unë e kam marrë përsipër, jo si të bëjmë ne gjë, mos i prapë tek këtë e themi, do të jemi shumë modest, pra nuk po jemi ne shpëtimtarët e botës. Mraj sa na kap radakja mu me gjithë Aleksin, po e themi kështu popullorësh fare, dy gjëra që dim. Dhe unë komplimentoj dhe vlerësoj shumë gjëra nga ato që ka thënë Aleksi prej kohësh, u bë disa muaj që ne e bëjmë këtë gjë. E ka vërtetuar. Koha vetë dhe situata ku ndodhemi sot. Por ajo që më habit që po e bëj në mënyrë, le të themi, retorike se përgjigjen e di, nuk ka hap pas domethënë ose që të ndalet kjo gjë. Pra do shkoj deri në përkeqësim, deri në Ortega ka nisur, edhe sa më shumë zbret, më shumë vrull merr, edhe aq më shumë më zmadhohet. Edhe do vijë momenti që do japi një bam. Ai bam është ajo që neve themi lufta tretë botërore, që s'ka për të lënë asgjë në këmbë. Do jetë dram tragjike, domethënë kjo sikur ti bashkosh të dy ato të parat, nuk bëjnë as 5% në asaj që do bëhet tani këtu. Me këto. Sikur të bashkosh dy luftrat, njëshin dhe dyshin, domethënë, ato ishin këndë lojrash krahasuar me këtë këtu. Kjo është afër, Aleks? A këtë pyetje më kishe bërë në disa emisione më përpara. Edhe unë thash. Prandaj thash duket sikur po bim përsëritje edhe sikur i di edhe përgjigjet, por po se tani po vi më aq afër, domethënë, por prap është afër, Aleks? Edhe unë thash nuk e di, tamam me muaj ta them specifikisht, mund ndodhi ose këtë vit, ose vitin tjetër. Ti prisi që do të thosh unë ty mbas 4-5 ose 10 vjetësh, Po. Ose këtë vit ka për të bë. Gjysma e këtij viti do jetë flak. Do shtohet, ka pastaj 2026-ën se diskutoj fare. Fare, aty do jetë pastaj. Edhe këta bëjnë plane, jo po agenda 2030, kjo është gjë e mirë se ka për të ndërprerë atë gjë. Se me atë do ishte akoma më keq. Lufta, ti thu të ndodhi lufta dhe jo agenda e këtyre 2030. Po, do prishet plani A, do ndodhi plani B. Ky digitalizimi i gjërave. Sepse ajo lufta, ajo përplasje që po ndodh aty në Amerikë. Ti gëzohesh që të ndodhi lufta më shumë se sa 1000 herë që do ndodhi lufta. Më mirë lufta thuti se sa të ndodh digitalizimi. Po, sa do absurde të duket kjo që jam duke thënë tani, 1000 herë lufta sepse ajo tjetra do na maronte komplet. Ajo që po bëhet aty në Amerikë me këto konfliktet, me ato protestat, me ato gjërat, për këtë po bëhet. Nuk po bëhet për emigrantët meksikanë ku dëgjon të mëra. Po bëhet atje, po atje thonë jo emigrantët e kështu. Jo, ajo është sebepi, por nuk është arsye fare. Po çfarë bëhet për digitalizimin, për çipat e gjërat? Bëhet për dollarin, se po rrezikon të bjerë perandoria e dollarit e bankerëve Rothschild Rockefeller. Do zhduket dollari, do sjellin monedën digjitale. Kush më sjell atë? Këtë do e sjelli, aty janë dy vllazëri që po hahen me njëri tjetrin.
deep state i vjetër që përfaqësonte Bideni, Obama, Clinton, kjo është deep state që kanë atë dollarin me rezervat federale aty, duan dollari që të mbizotroj. Vjen Trumpi, vllazëria e kundërt, se është vllazëria e bardhë e zezë që këto hanë me njërin tjetrin, edhe duan që të kalojnë paranë digjitale. Edhe tani këto thonë këta të këqinjt e të vjetrit, thonë tani që edhe këta të këqinj edhe këto tjerët. Po, dy të këqinj, po thonë që në fillim që është lufta midis dy të këqinjve. Aty ke, çka kanë janë do dy anët. Duan që të vazhdoj perandoria e dollarit akoma. Edhe i thot tani të riqu i thot qeverisë Trumpit, vllazërisë tjetër kundërshtare, sepse do sjellim kaos në vend. Edhe nga 2 vende që ishte kjo pjesa, kjo rreziku që po përhapej, ka kaluar në 6 vende tani. Do përhapet, ai sa kanë mundsinë. Po përdorin këta gjoja emigrantët, po i mbështeten edhe nga një pjesë tjetër e popullit amerikan. Po që i din ato skenarë gjëra, si ndërtojnë gjithë atë skalerë. Që bëjnë romuj, siç bëjnë këtu që lëshon ajër fascistat. Domethënë ato morën urdhër atje që i binde këtyre kësaj idesë vjetër, edhe që të bëjnë romuj. Alex, që për ta mbyllur tani, çfarë na sugjeron ne valla? Jemi në prag luftës, tretë botërore, shkatërimit të botës. Ka njerëz që dalin pak edhe nga ana, le të themi, njerëzore dhe shpirtërore, qetësisë që çdo kush nga ne do ta arrijë tek vetja, edhe mos i tërhemet fare dhe çfarë do dëgjoje që do të ndodhi nesër nëse ti je i qetë me apo jo. Nëse ne jemi të qetë me veten dhe me atë që na ka kriju, edhe luftra me pas nesër, me na kapet edhe ne nesër para shtëpisë. Ajo është kryesorja. Do ta tremi. Kjo është ajo që pra çfarë do na sugjeroje ne si njerëz që me të pyetjen që më bëra pak më parë si mund të ndalet kjo gjë që ti e the shumë bukur, unë se kisha për ato që the që duhet i kthehen Zotit, i kthehen vetes, të kthehen të reflektojnë, por paktën për ata që na ndjekin, qoftë edhe tek unë, çfarë duhet bëjmë? Pra është e pyetja që kthehet edhe në humor, si do doje ti të ikëshe nga kjo botë, le të themi. Se lufta është ajo që mund na shtyn drejtikjes nga kjo botë. Se mund na kapë edhe nesër si shteti raketën e lçon nga atje, e lçon këtu, ose mund të jetë edhe Shqipëria pas disa kohësh, mund të jetë luftë. Po, jo, këtu zona bie njëri neve, do i bimë në tjetrit. E kam thënë disa herë këtë. Po. Por nesër edhe për gjithë ata që janë kudo ku janë njerëzit, jo vetëm për ne, mos dukemi edhe në nivel egoizmi. Doja kalojnë më but dhe më pranueshëm vetëm ata që do i kthejnë Zotit. Atje do ndjen atë paqen, atë sigurinë e brendshme. Edhe çfarëdo që të shohin, do jenë me atë bindjen e gjallë që unë jam duart e Atit. Është shumë i rëndësishëm besimi, jo trusor, mendimi i përjetuar. I brendshëm. Besimi i gjallë ndaj Tij, ndaj përkujdesit të Tij, ndaj Babait të Madh. Vetëm ajo ta jep atë siguri. Se ti nga ana njerëzore, jo po do bëjmë kështu, do marrim masë, do futemi poshtë tokës, bunkera, këto gjëra, nuk të garantojnë ato sigurinë. Se njeriu ka bazën e sigurisë ka nga brenda. Po pozicionoha nga brenda ai që un jam në duart e Zotit tim që më sjell të jetë dhe më do pafundësisht, saqë një ditë erdhi para 2000 vjetësh dhe u sakrifiku për mua, aty pastaj ti nuk ke siguri, nuk ndjen asnjë siguri. Edhe shumë veta ka për të vdekur nga do i pushoj zemra vetëm për këtë. Po, do jetë një pjesë shumë e madhe që vetëm nga paniku, siç do të kur bie tërmet, edhe kjo do jetë një lloj tërmeti edhe kjo. Do bie edhe tërmeta tamam. Tani do jemi afër me tërmetin e Turqisë. Siç e ka përdorur tërmeti që ke thënë. Ai që kam thënë, se nuk ishte ajo. Erdoani kur do vritet? Afër ka ai e ka afër me goditjen e centralit bërthamor. Ose ky përpara, ose centrali, po janë shumë afër me njëra tjetrën, që do futemi zyrtarisht pasaj që përhapja flakës. Miq, ndoshta këto do t'i diskutojmë në emisionet pasardhëse, uroj që ta ndiqni të episod, është shumë interesant, është aktual, por që lidhet në gjithë ato si çka kemi thënë dhe në episodet e tjera. Është për sa i përket situatës së luftrave, por jo ajo që ngjoni nëpër media, por edhe mediat janë duke bërë edhe punën e tyre që ne e kemi thënë dhe stërthën. Alex, të falenderoj shumë për informacionet dhe gatishmëri që je gjithmonë prezant tu për ata që na ndjekin. Unë ju falenderoj për mundësinë që më dhat. Miq, ju përshëndesim. Uroj që të jeni pranë vetes dhe njerëzve tuaj të afërt. Të jeni mirë, shumë e rëndësishme.